Miku I mirë në jetë në ditë të vështira. Vetëm besa besën edhe një vdekje tjetër s'ka. Today we stand united against those who committed this crime. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kosovës nuk I duhet kur farë asociacioni as kësi, as asi. Kosova ime, shqiptarët mirë dhe komunitete. Jemi në podcastin 2, në Kush ka të drejtë. Faleminderit për fjalët e mira, por edhe sugjerimet për kush ka të drejtë ne, me bërim Ramadanin. Sot do të flasim për një temë që shtrinjet përtej kufive kombëtar, rajonal dhe më gjerë që ka ndikim të madh në gjithë botën për zgjedhjet që po zhvillohen te aleati jon kryesor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vend që njihet për rolin e tij vendimtar në politikën globale, me vendime që ndikojnë jo vetëm mbi qytetarët e tij, por edhe në aleatët dhe kundërshtarët në çdo cep të globit. Për të kuptuar më mirë këtë temë, le të shkojmë pak, ama shumë pak, pas në histori. Që nga themelimi I SBA-ve në vitin 1776, respektivisht nga 1789, kur janë zhvilluar zgjedhjet e para presidenciale, nga të cilat është zgjedhur George Washington president, e deri më sot janë zhvilluar 60 procese zgjedhore presidenciale. Një numër jubilar dhe me që është kështu, kemi çka të flasim apo jo. Fillimisht, le të kuptojmë që zgjedhjet në SBA janë ndër më të vjetrat në botën politike, që organizohen bazuar në kushtetutën më unike, e cila ka vetëm 7 nene, dhe me një sistem demokratik që ka evoluar ndër vite, dekada e shekuj. Që nga 1789, zgjedhjet në SBA kanë pësuar ndryshime të shumta, duke përfshirë edhe në zgjerimin e spektrit elektoral të popullsisë në këtë proces, me drejtën e pjesëmarrjes së grave dhe minoriteteve, në drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Pra parimet e kushtetutës të sankcionuara në preambul, asnjëherë nuk janë devijuar, por gjithmonë janë përshtatur me zhvillimet e kohëve. Shpreha, ne populli I SBA-ve, përmes demokracisë drejt për drejt fillimisht, pastaj edhe përmes demokracisë përfaqësuese, I kanë mbajtur mirë deri në këto ditët e zgjedhjeve të sotme, që po konsiderohen si më të ashprat ndonjëherë. Por për drejtsinë, për paqen e brendshme, për mbrojtjen e përbashkët, për mirëqenien e përgjithshme, për sigurimin e lirisë, për veten e tyre dhe të brezave të ardhshëm, për shtetin e vet të madh me 50+1 shtete, por edhe për botën mbar. Për të mos u zgjatur më shumë në historinë e demokracisë së SBA-ve, sepse kanë në mos perfekte aty afër perfektës, se sistemet perfekte nuk ka. Siç e ka thënë edhe oratori dhe kryeministri I madh I Britanisë së Madhe Winston Churchill, demokracia nuk është perfekte, por më perfekte nga gjitha sistemet e provuara deri më tani. Kjo e Churchillit do të jetojë kështu, derisa nuk zbulohet diçka ende më e mirë. Ajo që na intereson dhe do të provojmë të kuptojmë përmes mysafirëve të sotëm, që besoj shumë se është në grupin e atyre profesionistëve që do të arrijë të shpjegojë më mirë se të gjithë të tjerë dilemat tona. Duke filluar nga përjetimet e tij si qytetar I SBA-ve, emigrant pa të drejtë vote, pastaj me të drejtën e votës, pastaj me mundësinë për të përfaqësuar komunitetin shqiptar në komunikim me institucionet e rëndësishme të SBA-ve, studimin e qeverisjes së SBA-ve, për të cilat ka shkruar shumë herë ndërto 2 libra universitare dhe sigurisht ngritjen akademike dhe përjetimet e tij praktike, të cilat I ka transmetuar që nga viti 2003 në Kosovë si profesor të studentët në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, por edhe në vende e institucionet e tjera në Kosovë dhe jo vetëm. Me mua në ekranin e djathtë dhe me juve kudo ku jeni sonte në këtë ditë të madhe për SBA-t, aleatin ton është profesor doktor Zonur Halili, të cilit do t'i referohem vetëm si prof Zenon. Tutje, nëse më lejon, kuptohet prof. Mirë se erdhe. Patjetër, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe për pak shaka në këtë fillim, uroj që s'keni mundi siklet, sikur më kam provim të studentë yt, se unë në pozicionet të rrota. Për vite jam një I tillë, po uroj që sonte kemi me kalu bashkë mirë. Faleminderit, unë ndihemi I privilegjuar që jam para studentit tem, duke më shtruar pyetje serioze pra për zgjedhjet e shtetit më demokratik në botë. Faleminderit shumë edhe një herë, edhe falenderoj po ashtu që direkt nga Tirana jeni sot në studiot e Storm Podcast me fol në temën kush ka të drejtë dhe me që ishit në Tiranë, a ishit për vizitë zyrtare apo vetëm për të relaksuar në Shqipërinë tonë më? Si zakonisht kur kthehem nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndalem pak edhe në Tiranë isha për një 3-4 ditë ashtu për qef, jo pas një obligim, por dëshira ime është gjithmonë që të ndalem kur ka mundësi edhe në kryeqytetin shqiptar dhe natyrisht që kalova mirë si çdo herë. A I shkon në kolon të hyjnë aty Tiranës? Jo, çdo pak me sarkazëm, po thonë që
Po pat kolonë hyrë Tiranës, veç delnin ngrit në kokën se dikush është duke vendosur në pranga. Ja, krejt normalitet nuk vrejt asnjë pa rregullsi, çdo gjë në rregull si çdo herë, natyrisht që drejtësia i bën punë të veta dhe A e ka nimu pak në këtë kuptim? A e ka nimu pak Amerika? Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rregullu Shqipërinë si demokracia më e përparuar në botë, si superfuqi e botës, natyrisht që është gjithmonë e interesuar me ndihmu kombet e vogla, po gjithashtu edhe kombet që janë në tranzicion, konsolidimin e demokracisë, sundimin e ligjit dhe besoj që edhe në këtë drejtim Shtetet e Bashkuara janë fort në krah të Shqipërisë për reformat zgjedhore që kanë filluar në vitin 2016 dhe natyrisht që sipas sondazheve që i kam lexuar në më parë mbi 90% e popullin në Shqipëri e kanë kërkuar reformën gjyqësore dhe natyrisht që reforma gjyqësore nga njëra është e dhimbshme, mirë po sundimi i ligjit nuk njeri të fortë ose dopt, çdo kush është i barabartë para ligjit dhe ne duhet të mësohemi me këtë dhe shoqëria shqiptare në përgjithësi, ish presidenti Meta është i pafajshëm derisa gjyqësia ta thotë fjalën e vet, por është i dëshuar. Dhe urojmë që do të vinë edhe për te i kufinit administrativ edhe në Kosovë, në ndihmojnë edhe neve pak në këtë drejtim. Sigurisht jo vetëm neve, por edhe shtetet e rajonit, sepse demokracitë e reja kanë nevojë për ndihmë për konsolidim demokraci dhe sundimin e rendit të ligjit. Në këtë kuptim me u kthy me shku në bazën për nga për na rrjedhin gjitha këto zhvillime për mi demokratizu Ballkanin, në SHBA thonë që zgjedhjet nuk përfundojnë kurrë. A është e vërtet? A qëndron kjo? Sigurisht që nuk besoj se ka ku në vend botë që marrin më shumë zgjedhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë janë zgjedhje të niveleve të ndryshme dhe natyrisht që ato që zgjojnë vëmendjen e opinionit publik në skenën botërore në përgjithësi janë zgjedhjet presidenciale, por atje marrin edhe zgjedhjet e niveleve të ndryshme, janë shumë të rëndësishme edhe zgjedhjet që mbahen për dhomën e përfaqësuesve dhe për Senatin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Këto do të mbahen kësaj radhe në njëjtën ditë me zgjedhjet presidenciale, pra 435 vende për dhomën përfaqësuese, mbahen çdo 2 vjet dhe do të mbahen edhe kësaj radhe me 5 nëntor dhe 1/3 e Senatit po ashtu. I kanë zgjedhjet për me datën 5 nëntor, por natyrisht që pak kush flet për ato edhe pse janë shumë të rëndësishme, por flet për zgjedhjet presidenciale. Ai kanë flet votimet koklavit në siguri në Kosovë. Jo, domethënë ato i kanë ato austrialën ballet e tillë dhe nuk është e komplikuar. Domethënë janë të rëndit në emrat e partive dhe të kandidatëve, edhe natyrisht që nuk është ndaj konfuzitet. Për me folë se kush i zgjedh 400 sa përfaqësues në dhomën e përfaqësuesve, na del shumë temë gjatë. Po flasim kush e zgjedh presidentin në Shtetet e Bashkuara. Që ata është njerëzit kur dalin me votu në Amerikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata mendojnë, disa prej tyre mendojnë se vota atyre po e zgjedh presidentin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, po në fakt nuk është kështu. Ata votojnë për një set elektorësh, pra të dy partitë politike i kanë elektorët e vet që i kanë emnuar. Kush janë ata? Në fakt, ata janë njerëz zyrtarë, ata mund me qenë njerëz. Jo, nuk janë, po janë aktivistë zyrtarë të partive, pra që zgjedhin kuvendin kur bëhet edhe emnimi i kandidatit për president dhe natyrisht në gjitha vendet përpos Maine edhe Nebraska, ai kandidat që i fiton shumicën e elektorëve i fiton gjithë elektorët e vendit. Domethënë kjo janë 538 gjithsejt, 270 është minimumi që duhet mi pas për mos zgjedh president. Kolegji elektoral është modifikuar 2 herë me andamente kushtetuese, por ka qenë gjatë konventës kushtetuese në Filadelfi është biseduar shumë se si mu bë zgjedhja e presidentit. Ju e dini që etrit themelues, ata që e kanë themeluar Kushtetutën e Shtetit të Bashkuara, e cila është më e vjetër në fuqi e botës, e cila i ka vetëm 727 amandamente, pra nuk ka qenë një rrugë e lehtë për me shkruar një kushtetutë tillë dhe natyrisht që ata kanë menduar me bënë një sistem pa parti politike, sepse i kanë pa partitë politike përqarëse shumë, por natyrisht që gjatë debateve për ndryshimin prej sistemit konfederal që e kanë filluar për 11 vite e kanë pasur që konfederata s'është e suksesshme, ju kanë kthy punës me bënë një sistem federal, por s'kan pas ku mu bazu. Këtë kuptim prof, na jemi mësuar me pa vetëm 2 parti. Po, në SHBA. Domethënë kanë qenë federalistët dhe antifederalistët. Atëherë edhe sa di ke. Po, edhe parti tjera, ka edhe parti tjera. Pse nuk shihen ata? Pse nuk janë për shembull vizual, pse nuk i shohim na, sa i shohim 2 partitë kryesore? Sepse në fund domethënë shihet se vetëm 2 partitë kryesore janë ato që do ta ndajnë tortën. Ata e dinë që nuk kanë më pas sukses, për shembull
Në vitin 1992, krahas Clintonit edhe George Bushit vjetër, ka qenë edhe Ross Peroni, bilioner nga Teksasi, i cili ka marrë 19% të votave atër në ato zgjedhje presidenciale, ndërsa 4 vite më vonë ka pas mbështetje për 9% dhe qysh atër kur kush s'ka mujt me marrë më shumë si 2%, për shembull Ralph Nader i ka marrë që është i partisë të Green Party, domethënë të gjelbër, po tjetër kush jo. A bën aleancë me 2 partitë kryesore? Sigurisht që po, atëherë zakonisht këto partitë që janë ka mojta shkojnë më shumë te demokratë, sepse aty e gjojnë veten programin e tyre. E pa tash që Kennedy, pra djali Robert Kennedy, erdhë ka presidenti Trump, edhe pse familjarët e tij janë shumë të shqetësuar për këtë punë të pakënaqur, por ai mendon që është ma afër me bindjet e tij na është presidenti Trump. Po ishim të fol vetëm te kolegjiumi elektoral, pra që ka qenë vetëm një se të themi kështu një përpjekje për me gjetë një farë mesitar, që thojmë ne, sepse ka pas në Filadelfi është fol shumë a me zgjedh presidentin drejt për drejt populli, a me zgjedh kongresi. Dhe si kompromis ka dalë kolegjiumi elektoral, sepse është mendu, dikush ka mendu që shtetet e mëdha tani kanë më pas përparësitë, pastaj ka qenë skllavëria, domethënë që është numëruar shumë dhe shtetet e jugut është mendu që kanë më pas benefite në këtë drejtim. Pra kanë qenë shumë arsye që i kanë shtyr të themelues me ndërtu një instrument tillë, i cili ka shërby kombit amerikan për më shumë se 200 vjet me zgjedh presidentin e Shtetit të Bashkuara. A dalim edhe pak të kolegji elektoral? Patjetër. Populli, qytetarët amerikanë, a zgjedhin vetëm kolegjin elektoral apo të kohëve të fundit po ndihmohen edhe nga ndërhyrjet e Kinës, Rusisë, Iranit? Apo janë vetëm thashë theme konspiracione? Domethënë këta nëse me marr shembull tek ne në Evropë, Gjeorgjia i pat zgjedhët sfundmi, një vend që po shkon drejt qenurit vend gjysmë evropian, fitoi një parti proruse, rifitoi pushtetin në fakt. Edhe ka të dhëna që këtu zgjedhje janë ndikuar jashtëzakonisht shumë për rusëve, qoftë ajo nëpërmjet lobimit, kërcënimit, po edhe manipulimit të rezultatit. Po, sigurisht. Nëse një gjë e tillë ndodh, mund të ndodhë shpejt. Si duket ai? Si mund duket një ndërhyrje e zgjedhjeve vitit 2016 ka pas supozime se ka pas ndërhyrje të Rusisë apo të vendeve të tjera në zgjedhjet amerikane dhe kjo nuk është e pamundshme se në kohën e teknologjisë moderne. Pra, me thonë që mediat nga njerë janë më të rrezikshme se luftrat, mujnë me shkatru edhe shtete, individe, familje, çdo gjë. Po dihet se tashti për shembull Kina, Rusia, Irani dhe shtete tjera pra nuk do të rrinë durkryq, do të mundohen që me mujt dyqysh me ndiku apo me dhon drejtim zgjedhjeve në Amerikë, edhe pse ata tash në Amerikë janë të vetëdijshëm për këto dhe janë paralajmëruar me kohë që mujnë me pas diçka të tillë, sepse ata mujnë me ndërhy me ndonjë video ose diçka për karakterin e njëunit apo tjetër të kandidatëve, se më dhon fake news që janë luftën hibride apo sigurisht vetëm në luftë. Ka rrezik me ndërhyrje tek kolegji elektoral për cilin? Jo tek kolegji elektoral nuk më, po tek opinioni publik me kriju opinion, për shembull me kriju storie që nuk ekzistojnë fare, se më thonë që filan kandidati ka thonë kështu edhe tha kështu, tash edhe ndodhi kështu dhe natyrisht ajo mundet me pas ndikim për momentin aty për aty, por unë besoj që ato përpjekje nuk kanë më pas ndikim në rezultatin përfundimtar. Pse u përfolën shumë zgjedhjet kur u zgjedh për president Joe Biden? Po natyrisht që për vol për rolin e Kinës, për shembull, që këse djali i tij lidhet pak a shumë me bizneset atje që kanë pas bojnë me Kinën dhe natyrisht që dikush ka menduar që ata mos vol edhe për presidentin Trump që ka pas përpjekje Rusia pra me ndiku në rezultatin e tyre, po shihet edhe po folet edhe tash që Rusia është direkte përfshime më shumë me pengu Kamala Harrisin. Edhe pse ajo është deklaruar për shembull vetë që jemi për Kamala Harrisin, por dikush tjetër edhe që ka pengesa për grupeve të tjera sepse aty ju konvenon më shumë Trump mos zgjedh. Luju nga ajo që deklarohet prote. Po sigurisht. Prapakujtave mund të jetë dikush tjetër. Unë besoj, por ishte vetëm me përfunduar aty te kolegji elektoral se shumë njerëz nuk e kuptojnë, pra se kolegji elektoral voton mesin e dhjetorit. Njerëzit votojnë domethënë me 5 nëntor, ata domethënë mbledhen të ajtën e parë pas mërkurës dytë në mesin e dhjetorit dhe hedhin votën e tyre në për kryeqytetet e veta respektive. A mund të ketë befasi? Domethënë po, mundet me pas ka ndodhur disa herë gjatë historisë edhe në zgjedhjen e presidentit Trump i ka humb 2 vota elektorale në Texas, pra 2 njerëz i kanë votuar për tjetër kanë jo për presidentin. Këta quhen elektorës, i thonë pa besë ose elektorët e zi. Sikur në kuvendin e Kosovës tek ne që po ka ndodhur zakonisht, po domethënë kjo është
me qenë se elektorët janë ata që janë të betuar që do ta respektojnë partinë dhe betimin që e kanë dhënë, qysh ditën e zgjedhjeve, pra ai që i fiton 270, domthonë gjykata e supreme ka marrë vendim që nuk është problematike nëse partitë i penalizojnë apo i denojnë ata elektorë që i kanë thyer rregullat e lojës. Por pas dhejtorit të një dihet se me 6 janar, zavendës presidentin detyrë që o kryetari i senatit, pra i nxjerr ato plikut edhe i kthyer votat e gjithë të cilët, ndërsa mandati presidencial fillon me 20 janar. Pra është një kronologji që fillon në janar e përfundon tjetër në janar. Këtë një vit zgjedhje pa i pas parasysh ato spekulimet se kush kanë më qenë kandidate, kush kanë më qenë njerëzit që e kanë guximin më futë dhe që janë ata më ambiciozë pra se sa t'i futën skenës politike për president, për shembull. A flasim pak konkretisht për 2 kandidatët që i kemi në këtë zgjedhje? Po natyrisht ashtu nëse flasim për Donald Trumpin, ne e dim që është ish president, i ka pas 4 vite në prezidencë, është njëri prej prezidentëve që po i ka realizuar gjitha premtimet elektorale që i ka pas, por për shkak të Covidit ka pas edhe problematika të veta jo vetëm Amerika, por gjitha shtetet e botës. Pra është një njeri që nuk ka pas përpara karrierë politike, është një njeri i televizionit, i spektaklit, një biznesmen, që nuk ka domthonë shkolla të larta të kryme për post një bachelorit, por natyrisht e ka për bien. Shumë ekstrem. Po natyrisht sepse tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qenëri ish president, a ne kupton kjo që do të jetë kaq ekstrem edhe po që se vjen në krye të shtëpisë së bashkuar. Po që pati përpjekje edhe me eliminu ato. Dhe natyrisht në Amerikë është një retorikë shumë e papame deri më tani. Domthonë janë shumë të elektrizuar. Zgjedhjet kanë më qenë shumë të përhapta dhe nuk dihet deri në minutën e fundit, nuk besoj se ka më qenë e qartë cili do ta fitojë. Dihet që Kamala Harris është një juriste me profesion e cila se di fati e ka sjellë që më ardh deri aty ku është sot. Shumë analistë mendojnë që ajo nuk ka brum prezidencial, nuk është e përgatitur për më qenë presidente, mirë po situata që ndodhi me Partinë Demokratike dhe me presidentin Biden e solli ato pra duke menduar që ndoshta do t'i jap një energji të re për fushatat elektorale dhe ajo ishte për 1-2-3 javë deri në një muaj gjatë dhe pastaj retorika nisi me radhë, si duket sipas gjitha parashikimeve ka një ngritje graduale të presidentit Trump. Dhe prapë po e them, unë besoj se presidenti Trump patjetër nuk e komshë kurrë këto, sigurisht që po, sepse s'po të pyes kuja për kon votuar në nxjerrjet e hershme që i quajnë. Unë gjithmonë kom votu për Partinë Republikane sa herë që kom votu, domethënë. Nëse më pyet dikush edhe unë jam republikan në këtë rast, por paksa si pe këndvështrimit nga larg, paksa ish presidenti Trump sikur po na frikson pak. Neve çka nuk e përjetojmë. Ai nuk është në profili politikanit, domethënë. Ai shikoj emocion me që keni qenë në këtë kohë. Në Shqipëri, ai shikoj emocion që kjo që po konsiderohen si zgjedhjet më të ashpra të mundshme. Unë besoj se janë rreth 100 milion amerikanë që janë të gatshëm të sakrifikuar çdo gjë për presidentin Trump. Dhe kjo, domethënë janë shumë se ata janë të bindur, shumica aty janë të bindur se ju kanë vjedhur zgjedhjet e fundit, domethënë, edhe natyrisht po mendojnë ashtu, domethënë edhe ai vet ka menduar, edhe njerëzit që janë shumë dhënën pas tij kanë menduar, disa kanë filluar edhe me konsideru si lider shpirtëror tyne, tash ta mendojnë që nëse nuk zgjedhet presidenti Trump, ne do të ketë parti republikane normale, sepse emigracioni pa rregull që e kanë shuar administrata Biden, domethënë po ndryshon edhe këto gerrymandering është vendosja e distrikteve të reja, këta i ndryshojnë bazë popullsisë, si vjen i ndryshojnë edhe zonat zgjedhore, pra me përfshin njerëz që ju përshtaten partive respektive dhe kjo është shqetësuese. Trupa elektorale në Shtetet e Bashkuara. Po shikoj tash për shembull vendi me më shumë vota elektorale është Kalifornia, ajo është pa diskutim demokratike. Për shembull vendi që mundet me shku demokrat është Teksasi, por për momentin është republikan, i ka 40 vota elektorale. Për shembull Florida i ka 30 vota elektorale, 28 vota në fakt i ka New Yorku. Në këto që janë shtetet kryesore, për shembull New York dhe Kalifornia shkojnë me Kamala Harris. Teksasi edhe të komunitetet, të mikrokomunitetet që piquajnë. Ka një farë mendimi që edhe të minoritetet që ardhja e presidentit Trump është më e mirë edhe për ta. Domethënë për shkak të këtyre ardhjeve të pa rregull të asionit të emigracionit që kanë ndikuar ndoshta edhe në marrjen e punëve të tyre edhe të stabilitetit edhe rritjen e krimit edhe gjitha, dhe natyrisht që
sidomos racat e zeza dhe hispanike fajsohen për krimin edhe për probleme tjera dhe natyrisht ata nuk I mirëpresin këto ardhje të reja të pa rregullta. Po prapë më kthy te ekstremet e ish-presidentit Trump, sikur e patni shkarje tek deklarimi se emigrantët e tillë edhe mirë po dhe ishin deklarata domethënë që dikush nuk I sheh, por unë vetë kam qenë atje dhe nuk jam dëshmitari aty në ngjarje, po flitet domethënë për parregullsi plus flitet për akomodim tyne, për shfrytëzim domethënë taksa paguesve amerikanë, për shembull vetëm pe Venezuela, thuhet që kanë ardhur shumë njerëz, 7-8 milion njerëz janë dalë nga Venezuela dhe shumica aty në tërmuese kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata kanë përcaktimi është nëse është zëvendës presidenti ose ish presidenti Trump do ta mbrojnë Amerikën nga emigrantët apo do ta mbrojnë Amerikën nga ndonjë formë tjetër e sigurisë Trump, për shembull, është njerëzit në Amerikë kur mendojnë për ekonominë, kur mendojnë për sigurinë dhe për mbrojtjen e kufive, ata çdo herë mendojnë më shumë tek presidenti Trump. Domethënë mirë, po presidenti Trump e din që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju nevojtet fuqi punëtore, por ai mendon që ajo fuqi punëtore duhet të jetë e rregulluar, pra të vjen me dokumente dhe të vjen në mënyrë të rregullt në Amerikë dhe jo në mënyrë ilegale, pa ditë se kush po jenë avin kriminal, avin njerëzit profile ndryshme dhe atëherë dini për 11 shtatorit. S'pat arrit me përfundu murin? E ka fillu, po natyrisht, po them Covidi të një ndryshoj çdo gjë. Kupton, po presidenti po them është njëri prej presidentëve që I ka plotsu pothuaj të gjitha, I ka përmbush për gjitha zotimet elektorale që I ka bën. Dhe nuk është njëri me biografi politike, pra është një njëri që më shumë është rrit me biznes, është ekonomist me profesion, por për dalin lajme që nuk e ka ngrit këtë ekonominë vet në mënyrë të rregullt. Po shikoj se tash hetime edhe seanca gjyqësore, proces gjyqësor gjithandaj. Po kur kush sa I përket partisë tjetër, domethënë ata nuk mendojnë për volet me kon tash me përdor procese gjyqësore politike. Sigurisht po, por gjykata supreme e Shtetit të Bashkuara të Amerikës I ka dhënë legalitet dhe natyrisht që presidenti Trump e ka drejtën me shku, po tash të njerëzit mundohen për shembull zëvendës presidentja para 2 ditëve e quajti fashist. Dhe kjo është retorikë shumë e madhe, sepse tha ai tash një njeri që ka punu në administratën e tij, që ka qenë 4-star general, si I thonë. Në të kundërtën, më duhet më thonë që edhe ish presidenti Trump e pat një deklaratë njerëzisht tash për në drejtim të prokurorit I cili pe ndjek. Po sigurisht jo që e ka deklaratën, pa I do të merr vendime sepse gjykata kushtetuese ka konstatuar që emnimi I tij nuk është kushtetues. Domthonë ato e ka marrë rolin një prokurorin që një ish president. Po. Domthonë I njëjti president, I njëjti kandidat apo I njëjti prokuror që ta ka njeh presidentin tonë në Kosovë, po njeh edhe timin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. George Washington e Kosovës, siç është referuar presidenti aktual Joe Biden. Domethënë shumë. Atë flasim pak edhe pak për ndikimin në zgjedhjen e presidentit Izraeli. A është e vërtetë që Izraeli në këtë rast Netanyahu e përcakton se kush do të zgjedhë presidentin në SBA? Është e vërtetë. Se po ti dëgjosh analistat e Kosovës, të shesheve të Kosovës, titujt e TikTokit, do të thonë aty s'kam se me dalë qytetarët amerikanë me votu se. Jo, nuk po them që e përcakton Netanyahu kur bëhet president. Ka shumë ndikim Izraeli. Jo Izraeli, po hebrejt në Amerikë. Domthonë hebrejt në Amerikë, lobi hebrejik dhe hebrejt janë njerëzit më të fuqishëm në politikë, në biznes, media etj dhe natyrisht duke qenë të tillë ata edhe kanë edhe ndikim. Pra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrajnë Izraelin sepse është e vetmja demokraci në regionin e lindjes mesme dhe është aleati kryesor I tyre dhe natyrisht se çdo kandidat që pretendon me marrë shtëpinë e bardhë nuk mundet me rrugtu me sukses nëse del kundër I shtetit hebraik. Haptazi, domthonë ka mu sfidu shumë sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë tash një simpati për demokracinë e vetme në rajonin e lindjes mesme. Në këtë kuptim nuk pas shumë pritje të ngrohtë nga zëvendës presidenti aktuale. Zëvendës presidentja është e martuar me hebrej, burri I saj është hebrej, po megjithatë ata e dinë historinë. Pas shumë titull interesant kur kanë vizitën e ata e dinë historinë e saj në atë presidentit Biden edhe qëndrimet ndaj shtetit hebraik dhe natyrisht që e dinë që presidenti Trump ka qenë ai që e ka lëviz
për qytetin pej dikujt të një qytet tjetër që është domethënë shumë e rëndësishme për ta që nuk e ka bërë dikush tjetër. Dhe hapat konkret që i ka ndërmarrë presidenti e sigurojnë në shtetin hebraik që ai do të jetë në krah tyre në çdo situatë. Edhe presidenti aktual nuk e ka komoditetin më me qenë, mirë po republikanët kanë qartësi më të madhe në politikën e jashtme në përgjithësi. Sepse politika e jashtme është në faza afatgjata ndërtohet dhe kalon pe administratën në administratë. Me ranu edhe pak. Patjetër. Sa i përket zgjedhjes me zgjedhjen e Kamala Harris. Po supozojmë. Po. Apo buhet Amerika që po heqet ko pas kohë nga jo amerikanët me themel. Pe i kohës kur kemë parasysh edhe ish presidenti Obama e ka pas përballë një heroj të luftës pra John McCain, senator të respektuar. Unë aty të kom qenë në televizion gjithë natën ndej si kanë përfunduar zgjedhjet dhe kom thonë që nuk fiton Obama, fiton McCain, por ka ndodhur historia dhe amerikanët janë të mirë për me ndodhur historia. Dini që femrat në Amerikë janë leju me votu në vitin 1920. Domthonë para 100 viteve, pra me amandamentin e 19, atëherë ja u kanë dhënë drejtën edhe femrave. Fillimisht i kanë leju njerëzit me ngjyrë ma vonë femrat me votu dhe natyrisht. Ka ndodhur në ditën ku edhe e drejta për të zgjedhur edhe e drejta për të zgjedhur. E kanë këto me amandamente, për shembull, apo amandamenti i 14, i 15 i kanë modifikuar tani pas luftës civile, që quhen amandamentet e luftës civile, sepse o duhet me pas pronë për më shumë me votu. Domthonë janë modifikime që janë bën kushtetutë, por e drejta mo zgjedhë për të zgjedhur natyrisht që është e garantuar me kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po them që ato 10 amandamentet e para që njihen si kartat e drejtave të njerëzit kanë qenë si kompromis mes federalistëve dhe antifederalistëve, sepse kushtetuta nuk do të votojë nëse nuk ishin garantuar që ato drejta me kushtetutë, si liria e fjalës, si mund të dupi një Kamala Harris presidente nga që nuk është prapë i referuar një amerikane me themel dhe e ka një bashkëshort që po ashtu nuk është një amerikan me themel për shkak se po themi që është hebrejardhja hebraike, po duhet të janë të lindur në Amerikë dhe Kamala Harris është e lindur në Kaliforni, babën e ka diku në pej Caribbean Islands janë këto, dhe natyrisht nonën e ka pej Azisë aty larg, të cila ka ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me studiu medicinën dhe me pretendime me fitu çmimin Nobel për mjekësi, natyrisht ka qenë një mjek e mirë, dhe kjo është një femër e edukume, por që me profesion juriste, që ka qenë kryeprokurore në Kalifornisë edhe në San Francisco, por nuk është ndonjë, ka qenë edhe senatore, junior senator, domethënë për 4 vite derisa e ka zgjedhur presidenti për me ngaruar me të, por siç e thash në fillim nuk mendohet që është një brum prezidencial, për shembull, që ka qenë presidenti Obama, i cili është personi i parë me ngjyrë që është zgjedhur. Kjo do të ishte një histori tjetër, pra nëse kjo zgjidhet, atëherë kemi femrën e parë dhe femrën e parë me ngjyrë që bëhet presidente dhe natyrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shoqëri e përzime dhe presidenti Obama atëherë ka thonë që domethënë edhe pse jam person me ngjyrë do t'i jap përparësi të gjithëve njësoj, sa na nuk jemi domthonë jemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk jemi tjetër dhe pastaj presidenti aktual ka thonë që kabineti im do të duket si Amerika. Domthonë do të me Laramani ashtu. Edhe presidenti Obama Harris nëse vjen detyrë, domthonë besoj që ka me pas të njëjtin kabinet pak a shumë që e ka presidenti Biden, por unë nuk shoh tani ndryshim të madh të administratës saj që dallon shumë prej presidentit aktual Biden. Domthonë besoj që ndoshta njerëzit e njëjtë, shumica e njerëzve të njëjtë do ta pasojnë në president. Profa, kalojmë pak tek relacionet ndërmjet Kosovës dhe këtij aleatit fuqishëm e të madh e shoqëruar që e kemi gjithë populli. Patjetër. E dim që moti ku jemi në relacione miqësore ndërmjet Kosovës dhe SBA-ve, kush dhe në cilin vit u themeluan këto relacione, kush ka të drejtë sot të thirrët që i kanë ndërtuar këto relacione, kush s'ka të drejtë të provoj me i prish këto relacione, s'po them me fol me emra prof, po konceptualisht na po folin për çështjen e shqiptarëve në përgjithësi apo të Kosovës në veçantë, ne po folin për çështjen e Kosovës. Për çështjen e Kosovës, ne si kur i ka rënë vesh edhe në sy edhe në gojen e tyne çështja e Kosovës. Kur ka ekzistuar Kosova si vend që duhet me zgjidhë situatën e saj. Nëse flasim për çështjen shqiptare në përgjithësi, dihet se në fillim të shekullit kaluar
Amerika ka qenë njoftume, dhe më thonë presidenti Wilson, njerëzit e shqiptarë që kanë punu atje, kanë bashkëpunu dhe kanë njoftu presidentin dhe ka qenë edhe dihet që roli i tij për shembull ka qenë jashtëzakonisht i pozitiv për mos ndarjen e më të tjeshtë me trojë shqiptare, për sa i përket Kosovës. Kosova në Jugosllavinë dhe pasaj që nga lufta e 80-ta, në fillim viteve të 80-ta, çështja e Kosovës atje nuk e ka njoft kush tjetër përpos një problemi një pakice të rebeluar në ishte Jugosllavi, e cila nuk ndëgjon çaq shumë qeverinë federale për atë Jugosllavisë. Nuk ka qenë, po e thëmë me ardhen e kongresmenit, pra kongresistit Diogordi, cili ka origjinë arbreshe, pra janë rrethu afër tina një mëri shqiptarë, cilët kanë pas vullnet mirë me nimu dhe me kristalizu dhe me bo matë njërë që ishte në shqiptarë tek autoritetet amerikane, pra ka pas një lobi shqiptar bukur të sukseshëm, i cili në forma dhe në përmbajtjet ndryshme ka zgjatë deri në përfundimin e luftës në Kosovë, dhe pastaj kemi rënë një gjumë heshtër prapë s'po punojnë shqiptarët në Amerikë. Domethënë kanë menduar që tash është arrit pavarësia dhe nuk kemi nevojë se Shtetet e Bashkuara rregullojnë gjitha këto. Për ndonjë element të sabotazhit, të jo, po të vetë kënaqësia jo, domethënë që neve tash e kemi kryer detyrën. Jemi vend sovran, apo? Sigurisht që po. Por unë e përmenda, domethënë presidenti Rugova ka qenë njeri pra me një politikë paqësore, dhe dini, por ka kriju miq, edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por e kanë prit me respekt dhe pastaj kanë rishu situata dhe krahi i luftës pra ushtria shërimtare e Kosovës, Pera Mbujese, ne kanë qenë kontakte shumë të shpeshta dhe natyrisht që udhëheqësit e ri të Kosovës e kanë për krah apo e kanë dëgju administratat amerikane radh pas radhe pra dhe i kanë marrë zotimet e tyre dhe mbështetjen e tyre, domethënë e kanë respektuar gjithmonë, ndërsa tani natyrisht që jemi shtet i pavarur dhe sovran dhe kemi nevojë dhe kemi të drejtë pra me marrë edhe vendimet tona të legjitime, por je pak tu mos dash me një po është pe gjallëve. Pelojmë presidentin Rugova, edhe pelojmë ata që janë fatkeqësisht padrejtisht në Hag, sot këta që janë pozitë dhe opozitë, kush ka të drejtë me thonë që ne i kemi ndërtuar këto relacione, ne i kemi mbajtur këto relacione nga nata nona e këtej, dhe kush nuk do të duhej me bu diçka që i prish këto relacione. Unë tash po e them kjo që kanë ekzistuar, po supozohet edhe po përmenden edhe nga shoqëria civile që kanë ekzistuar shumë të forta deri në vitin 2021. Sigurisht. 2021 tutje domethënë në ardhen e vetëvendosjes për shtet kemi një orientim tjetër dhe domethënë dikush mendon që kryeministri jonë është anti-amerikanos, po du më thonë tash që është anti-amerikan, por politikat e tina nga njëherë i kanë lëndu raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse folim për ata që nuk janë sot në Kosovë, natyrisht që ata kanë marrë raportet mira me Shtetet e Bashkuara edhe për përfaqësuesit e partive tjera, edhe ish kryeministri Haradinaj, edhe për përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike, edhe të Partisë Demokratike, natyrisht që e kanë ndjekat rrugën e raporteve të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa kryeministri aktual mendon se ne jemi shtet i pavarur dhe kemi nevojë dhe duhet të marrim veprime nganjëherë edhe pa koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natyrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës na përkrajnë popullin e Kosovës, por nganjëherë ka probleme me qeveritë. Sepse domethënë ata janë hisetarë në lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë dhe duhet pyeten ndershëm apo nuk. A kemi pas punë të mirë pas këtyre zgjedhjeve shqiptare? Unë prapë do të them apo nuk duhet më nej shumë sigurt që parasysh, një gjë jam i sigurt se pa marrë parasysh ndryshimeve ideologjike në Kosovë, në Prishtinë apo në Washington, misia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e popullit amerikan me popullin e Kosovës do të vazhdojë. Edhe më tutje, pa marrë parasysh as zgjedhjet president Trumpi apo Kamala Harris. Po në aspektin global, të geopolitika, zgjedhjet e shqiptarëve, a kanë pas natyrisht pa marrë parasysh nëse e thamë që edhe Kamala Harris ndoshta ka mi pas një pjesë të nivelit politik që ka pas edhe që ka presidenti Biden. Po edhe ajo ka tentuar me bëni një lloj prerje në asaj që ka me përfaqësua ajo nëse bëhet presidente, por kur kem parasysh edhe deklarimet ekstreme të si do ta ndal luftën Rusi-Ukrainë me 24 orëve, se edhe në lindjen e mesme do ta ketë zgjidhjen për konfliktin. Sigurisht që tani ajo është po dhe mes me ardhjet e një lufte mundshme në Taiwan. Po është
domethënë kandidate e emnume i Partisë Demokratike dhe ajo tash I duhet pak më shkput, sepse dikush a ke pa presidenti Trump dhe tjerë thonë ti që 3 vite e gjysmë çka keni treguar ju që po bani dhe ajo detyrohet më thonë që qasja ime, presidenca ime do të dalloj, nuk do të jetë njëjtë se presidenti Biden më ka vizionin tëm për ekonominë, për politikën e jashtme, për mbajtjen e raporteve me aleatë gjithandaj, por dihet që presidenti Trump nëse zgjedhet ka me pas një politikë, unë besoj shumë më të fortë dhe më të qartë, derisa ai proklamon se do të ndalë lufta, unë frikojm që zoni Harris nëse zgjedhet presidente ka me fillu lufta, sepse ajo nuk ka ndaj kredibilitet madh, ajo duhet me tregu diçka dhe natyrisht me tregu muskull nganjëherë me përdor fuqinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe emrin e saj, pra qoftë në luftën në Ukrainë, qoftë me raportet me Tajvanin atje dhe Kinën, qoftë në lindjen e mesme. Pra ka droje edhe analistë ndryshëm që I ndjekin unë herë pas here mendojnë që ekziston rreziku që nëse ajo zgjedhet pra më përshkallëzu situata edhe më shumë sepse ata liderët si mjafton edhe një konflikt në njërin prej ajune me mudheze dhe me shpall duhet në butnore. Unë besoj që kur ulet dikush në tavolinën dhe tash unë nuk po du me e marr këto që unë jam mbështet si flak ti presidentit Trump dhe po e them këto, por ndryshe komunikojnë liderët botënorë me presidentin Trump, ndryshe me Kamala Harris. Besoj unë kështu ka edhe një rekord për 4 vjeçar të presidentës Trump që e mbështet këtë fakt që po e them unë. Në raport me Kosovën dhe me zhvillimet e saj edhe të dialogut me Serbinë, riardhja e presidentit Trump në krye të Shtëpisë së Bardhë, a ka me ndru këto dinamika? Unë besoj se ka kemi pas një farë dinamike interesante, kemi pas sa ka qenë president. Ka qenë, sepse Amerikanë gjithmonë në kohën e presidentit Trump ka pas projekte. U supozoj që presidenti Biden është më I njohur me rajonin tonë, është më I njohur me çështjen shqiptare, është më I njohur me çështjen këtij konfliktit pas zgjidhur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po nuk është sipas gjykimit të shumë njerëzve nuk është ndonjë dinamikë. Ka qenë një njeri mbështetës në Kongresin Amerikan dhe kur ka qenë kryetari I Senatit për marrëdhënie me jashtë, pra ka mbështetur shumë çështjen e Kosovës, pastaj e dini si zavend president. Ndoshta kemi kriju pritjet na, sukur kemi kriju pritjet. Po natyrisht edhe për kryeministrin aktual në Kosovë. Ne kemi ndarjet e pushteteve, domethënë që edhe politikat e presidentit në Amerikë nuk është monark presidenti, domethënë ka fuqi të madhe, pra I balancohet në fuqi, aty balancohet edhe pe degëve të tjera të qeverisjes. Dhe nuk mundet tash presidenti me kokëforcinë vet me vepru që s'doën krejt vet, domethënë I duhet një bashkëpunim me këtë kuptim nëse do të zgjidhet presidenti Trump, ish presidenti Trump president. A do ta ketë mbështetjen, çuçi ka punë me shumicën në dy dhoma? Po aktualisht, domethënë dhoma përfaqësuese është e kontrolluar pe republikanëve, Senati 45 I kanë demokrat, po janë edhe 4 të pavarur që I bojnë 49 me zavend presidenten 50 dhe republikanët I kanë 49 aktualisht. Domethënë kjo janë barazje me të pavarit edhe demokrat me këta, por vota e zavend presidentes aktuale që është edhe kryetare e Senatit, pra ja aty në parësi. Po sigurisht që sa ja garanton kushtetuesa, ajo natyrisht që e bën, por tash jemi në fushat zgjedhore që është më e rëndësishme se të gjitha, por ka mundësi, unë e thash në fillim të bisedës që zgjedhjet tjera janë shumë transmishme, shumë gjithashtu ato për kongres, për dy dhomat e kongresit, po askush s'po fol për to, po fol për zgjedhjet presidenciale, sepse presidenti I Shtetit Bashkuar shihet se është lider I botës lirë dhe të gjitha vendet ato mike dhe armike me shqetësim disa e përzgjedhin, disa me admirim se kush po zgjedhet, natyrisht që Tiranë ndryshëm gjithandaj nëpër botë I frikohen ardhes presidenti Trump, I cili ka më qenë po them nashta më I ashpër dhe me ata shpërsinë vet nashta ka më ndiku pozitivisht që mi ndal zjarret e luftës dhe jo mi ndez të reja që shkish më. Për çfarë kemi nevojë prof. Në këtë kuptim një pyetje diçka pak më ashtu, me që kemi këtë misin ndërmjet dy popujve tonë. A kishim mujt me shfrytzuar Shtetet Bashkuara të Amerikës në 4 kushtetutës vet dhe me na bur si vendin e 52 Shtetet e Bashkuara të Amerikës I kanë 50 shtete dhe I kanë edhe distriktin e Kolumbisë që është domethënë kryeqyteti I shtetit, por që s'ka përfaqësues në Kongres, por që I ka 3 vota elektorale në kolegjiumin elektoral. Mjafton për të quajtur 50+1 Po 50+1, po do të kishte qenë mirë ajo, po veç Teksasi ka vend boll më në zonë gjithme. Do të thashë një lagje, Washingtonit më mirë se
Me që ka qenë edhe George Washingtoni si eteri ashtu, me që edhe Bideni ka thonë ish presidenti tonë George Washington e Kosovës, që tu diçka më shku Washington që aty kanë thonë për meritat e luftës, mos edhe George Washingtoni ka qenë hero dhe ka qenë lider për liri e pavarësi, edhe presidenti ju në atërë që ju ka referu zavens presidenti në atë kohë Biden, pra që ka qenë zavens presidenti Obama që ka thonë që kjo është George Washingtoni. I ka thonë edhe Wesley Clark e të tjerë pra, por natyrë që edhe ai tash po përballet me drejtësi. Me që jemi të referencat prof, a konsiderohet që ka bo mjaftueshëm administrata e presidentit Biden që fillimisht mos ndodh gjykata speciale? Dhe a ka bo mjaftueshëm që më nxjerr pa më konsideru sikur shumica e popullit Kosovë që e konsideron një gjykatë pa drejtë? Jo, natyrisht nuk ka. Ndron të qasja në raport me këtë gjykatë, po të vinte ish presidenti Trump prapë në krye të shtëpisë. Ju e dini që nëpërmjet një emisari me fuqi më të mëdha sikur ka qenë Richard Grenell. Është fol që këta kanë qenë në përfundim të një moratoriumi e cila do ta shbente gjykatën speciale si ide, të cilat raste të dyshimta do të ktheheshin në vendet respektive, do të gjykoheshin, por nuk e arritën. Domethënë tash te neve nashta dikush na fajson edhe neve që s'kemi bën mjaftueshëm me ngrit një gjykatë të tillë se kjo quhet gjykatë e Kosovës. Edhe pse nuk është e Kosovës, vetëm ata që akuzohen janë të Kosovës, kur gjë tjetër s'është e Kosovës. Për këtë fakt, dhe natyrisht që prokurori që i ka ndjek presidentin ton, pra presidentin Thaçi është ai që po e ndjek edhe presidentin Nord, dhe tash edhe ish presidentin Trump, pra është i njëjti prokuror dhe natyrisht që nëse vjen Trumpi president, atëherë ka me pas konsekuenca, ka me me pas ndryshime. Që kjo lufta për me ndiku në zgjedhjet është nëpërmjet PSM, erozën nëpërmjet Jack Smith. Sa shihet, domethënë Partia Demokratike e presidentit aktual nuk ka qenë shumë e lumtur me projektet fillestare që i ka pas presidenti Trump edhe për Ballkanin dhe për raportet Shqipëri-Kosovë, për çka bisedua atëherë edhe për shkëmbim territorësh, që dikush mendon që ajo ka qenë bëhat i punë e kryer, por presidenti tha që është nalë gjatë rrugtimit për në Washington. Por ju e dini që një orën e fundit na kemi pe Izraelit pranë administratën e presidentit Trump dhe çfarë njohje kemi që 4 vite. Në këtë kuptim, s'kemi ditë na me materializu fuqinë dinamikën e administratës Biden, apo vërtet ka pas ku administrata Biden që të merret me neve më konkretisht? Natyrisht që janë marrë edhe me punë tjera, domethënë globalisht ka probleme tjera për cilat duhet të interesohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por megjithatë edhe qasja jonë ka qenë konstruktive. Ministrit Kurti ka qenë që të votohet. Në çet drejtim, a kemi të drejtë me shku që ka shtellna dhe mu përzi si politike e Kosovës? Jo, natyrisht që nuk është mirë. Duhet me voton. Qoftë ajo edhe juve, se jeni shqiptar amerikan, ju determinu kënd duheni me votu ju në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë vitin 2000 kur mojt konventa e demokratëve në Los Angeles ka qenë atëherë Hashim Thaçi me Fatmir Liman, po atëherë s'kanë qenë po shtet, atë kanë qenë këtu. Po tani uftu edhe shkoj kryeministri i Kosovës, shkoj unë besoj që nuk ka qenë mendim i mirë më shkuaj, apo vendim i mirë, ma mirë ka qenë mu përfaqësu pe dikuj tjetër, sepse e thash neve nuk e kem komoditetin tash, edhe pse Amerikanët e kuptojnë plotësisht demokracinë dhe orientimet që i ka dikush, mirë po nuk është mirë nashta më dhonë në porosi se cila parti të votohet, e cila mos votohet, shqiptarët që e kanë drejtën e votës në Amerikë, e din vetë për kënd votojnë, ata interesohen fort për ekonominë, për xhepat e tyre. A gjallë xhelozi, a gjallë natë tek Jo, të them të drejtin jo, kjo merret normalisht, po ne s'kemi nevojë mu deklaru. Nuk kemi nevojë se s'merret, na jemi një pikë vogël në ato që honën e masit. Thoj nuk është se po në vendet si në Michigan ose dikon për shkak ku ka bukur një shumicë shqiptare që votojnë, nuk ka nevojë dhe unë e di tani jam këtu për Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe jam i sigurt 100% se mi 80% e shqiptarë votojnë për Partinë Republikane aktuale. Nëse do të fitojnë këtë kuptim prov se jo, po domethënë tash të spotojnë. Po ta ka endja pa kur po kemi supozime pozitive për mundësinë e orës së presidentit. Sigurisht Trump po e shoh realitetin që është atje. Çka do të ndodh me idenë e ripërcaktimit kufive? Unë kom dëgjuar që kjo domethënë nuk është ide e vdekur, domethënë ende ekziston ajo dhe nëse rikthehet presidenti Trump mundet mund gjallë ide. Po thotë që edhe pse është një farë lloj mbështetje, ide edhe mbështetun edhe nga amerikanët,
nuk është ide e mirë, nuk është Po domosdoshmërisht që ashojnë amerikanët gjithmonë. Tani nashta atëherë shohin edhe amerikanët edhe liderët e arshëm të Kosovës a është e mirë apo e keqe, po domethënë si ide nuk është se është e mbyllur. Po e them që me ardhin e presidentit Trump ka më pas ma qartësi, domethënë ka më pas dinamika të reja, ajo nuk është diçka që është e përfunduar, mundën me pas edhe orientime tjera, po unë besoj shumë që me 4 vitet presidentit Trump edhe çështja e Kosovës, raportet me Serbinë kanë më qenë shumë më definuar dhe të përfunduar besoj unë. Dhe kemi më pas një ulse në OKB-s. Apo ka tendenca me përvumi përfundu para se marrë? Po ka pas tendenca dhe ka pas nështë dikush i ka mirë pritë ato dhe lutë për to, po natyrisht se kjo janë çështje jo të lehta dhe nuk ekziston një vullnet as mbrana Kosovës, as udhëheqjes në Kosovë, as në Serbi me përfundu. Dyja cukur presin, a bilëm Serbi presin që nashta me ardhin e Trumpit mos kanë ata në i farë beneficioni, por unë po i garantoj që ty dhe ata që nuk kanë me po Serbia që ka mendon, as Rusia, as tjerët. Unë uroj që mos ketë garantoj ata. Ja, po garantoj unë se ata po mendojnë, po edhe unë i besoj publikut amerikan. Edhe unë besoj që publiku amerikan nuk nxjerrin president keq. Jo, nuk. Se nuk kanë liberti për veten në parë, pastaj edhe për të tjerët për amerikan është i shqetësuar shumë për ekonominë e vendit, edhe ekonomia ka qenë shumë e mirë në vetëm 2 vitet e para të presidentit Trump dhe gjithë kur votohet aty dhe kur janë sondazhet për ekonominë dhe për sigurinë, gjithmonë numrat janë shumë më pozitiv tek presidenti Trump. Prof, para se më thonë mirëpafshim shikuesve të Storm, para se më të falendru që ke ajo ka shumë diçka lidhur me këto procese duke përfshirë edhe na jemi tash diçka me update të reja se ne e thamë që i keni shkruar shumë janë botime, diçka drejtimin publicistik o letrar më shumë diçka në farë lloj libri që ka më qenë interesant për ju që flet edhe për raportet që po sigurisht domethënë që këto domethënë kanë më përfshirë disa administrata duke pritullu pej administratës presidentit Bush i vjetër i cili ka vendosur atë vinë kuqe domethënë për Serbinë që nuk te kaluat dhe pastaj me presidentë të tjerë që e kanë pasur deri më sot, pra administrat pas administrate, por shkruhet për çështjen shqiptare në përgjithësi, për Kosovën, për raportet shqiptar-amerikane në përgjithësi. Kjo është një libër që mendoj që do ta shet dritën brenda një viti, një vit e gjys. Jo me dinamikën amerikane, prof. Jo, po nga dalë kemi na këto. Kemi mësuar më shpesh. Gjithsesi, prof, falenderoj shumë për kohën që ndave me fol shikuesve të Storm. Falenderoj shumë që ndave kohën dhe je këtu me neve. Ftesën ishte kënaqësi, si gjithmonë. Dhe të nderuar qytetar Kosova ime, shqiptar të mirë, por edhe komunitete, kjo ishte për Storm 2. Shihemi jo me dam të mirë në Storm 3, por me mirëpafshim. Faleminderit shumë.